Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj Jared Kushner janë përfshirë në një skandal prej miliarda dollarësh në Shqipëri. Në ditët e para kur kjo aferë u bë publike, shpërthyen menjëherë protestat. Mira njerëz dolën në rrugët e Shqipërisë duke kërkuar që kryeministri t'i vërë frek kësaj pune përpara se të shkonte mëtej. Por ajo që qytetarët shqiptarë nuk dinin në atë kohë ishte se tashmë ishte tepër vonë. Makineritë e rënda të ndërtimit kishin zbarkuar gjerësisht në zonën e mbrojtur natyrore, të cilën Ivanka dhe Jared Kushner e blen përmes kompanisë Jared Affinity Partners. Ata po rafshojnë gjithçka, buldozerët janë tashmë aty, dhe tani si pasojë e kësaj, qindra mijëra shqiptar po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Tani dëgjoni me vëmendje, ata duan largimin e kryeministrit Rama, krijimin e një qeverie teknike dhe zgjedhje të parakoshme. Ata duan, po citoj, një ndryshim të plotë të sistemit qeverisës, që do të vinte në pikpyetje mandatin e çdo zyrtari të zgjedhur. Ivanka Trump, përmes lakmisë së saj, lakmisë së bashkëshortit të saj dhe korrupsionit të tyre mediatik me Affinity Partners, ka tronditur nga themelet qeverinë e një shteti të huaj. Tani kryeministri Edi Rama ka marrë fund. Edhe nëse nuk jep dorëheqjen, gjë që nuk besoj se do ta bëj, ai nuk do të mbajë më kurrë asnjë post publik për pjesën tjetër të jetës së tij dhe nuk do të ketë një pension të qetë dhe të lumtur pasi të lërë detyrën. Ai tashmë është kthyer në një figurë universalisht të urryer në vendin e tij dhe vetmja mënyrë se si mund të gjej pak qetësi është të largohet nga vendi që po e çon drejt rrënimit. Tani shtrohet pyetja, pse? Pse janë të gjithë kaq të tërbuar me këtë që po ndodh? Ja cila është arsyeja. Qeveria shqiptare i dha projektit statusin e investitorit strategjik, duke anashkaluar tenderet publik dhe duke i hequr tokës statusin e zonës së mbrojtur. E gjitha kjo pa i bërë të ditur marrëveshjen as parlamentit dhe as publikut. Pra ky është korrupsion shtetëror në nivelet më të larta, nga vetë kryeministri. Makineritë e rënda hyn pa leje ndërtimi. Rojet private të sigurisë të roqën zvarr protestuesit mjedisor përpara kamerave, dhe ajo që kritikët e cilësojnë si një grabitje të pastër toke u bë virale brenda natës. Qindra mijëra shqiptarë kanë vërshuar që atëherë në kryeqytet me pankarta ku shkruhet: Shqipëria nuk është një çantë Gucci që shitet me ulje. Lëvizja e quan veten në revolucioni i flamingove, e emëruar sipas shpendëve, habitati i mbrojturit të cilave tani rrezikohet të shkatërrohet plotësisht. Kjo nuk është hera e parë që kompania Jared Kushner Affinity Partners, sepse gjitha kjo po bëhet në ombrellën e tyre dhe shkakton në thelb rrëzimin e një qeverie. E bën saktësisht të njëjtën gjë një 2 vite më parë në Serbi. Atje ndodhi skenari identik. Affinity Partners shkoi dhe u tha: "Shikoni, ne do ta blejmë të gjithë këtë tokë të mbrojtur për të ndërtuar diçka." Dhe zyrtarët e korruptuar qeveritar u përgjigjen: "Po, në shkëmbim të diçkaje, mund të rregullojmë këtë punë." Dhe ashtu bën. 5 zyrtarë u ndoqën penalisht për korrupsion zyrtar nga që i dhanë atë kontratë Affinity Partners, dhe për shkak të publicitetit negativ dhe faktit që zyrtarët përfunduan në burg, Affinity Partners u tërhoq duke thënë: "Sidoqoftë, tani në Serbi na urrejnë, kështu që ne po heqim dorë nga projekti." Arsyeja pse kjo histori është kaq e rëndësishme është e dyfisht. Së pari vërteton që Jared Kushner është një nga njerëzit më të korruptuar në Shtetet e Bashkuara bashkë me kompaninë e tij. Së dyti, e njëjta gjë mund të ndodhe edhe në Shqipëri. Nëse reagimi i ashpër i publikut vazhdon dhe nëse ky revolucioni i flamingove merr për masa edhe më të mëdha, ne mund të shohim rrëzimin e kryeministrit Rama, mund të shohim zgjedhje të parakoshme dhe Affinity Partners mund të dëbohet mediatikisht me turp dhe një herë tjetër. Kjo natyrisht nëse nuk do të ndiqen penalisht apo jo. Të shpëtojnë pa ndërtuar resortin në skenari më i mirë për ta. Nëse ka pasur qoftë edhe $1 rishfet në këtë mes, ata duhet të përfundojnë në gjyq. Dhe të jemi të sinqert, kur sheh provat, çdo gjë është e qartë. Nuk kishin leje dhe parlamenti u mbajtë në errësirë të plot. E gjithë kjo aferë kundërbon erë e rënd korrupsioni. Unë refuzoj të besoj se kryeministri i Shqipërisë nuk ka marrë diçka në këmbim. Duhet të ketë pasur patjetër një shkëmbim nderesh, që çdo gjë të bëjë fshehurazi larg syve të publikut, sepse nëse kjo do të ishte një procedurë normale, ku dikush thjesht kërkon të blejë tokë për të ndërtuar një resort luksoz, do të ndiqeshin rrugët ligjore dhe do të nxirreshin lejet përkatëse përpara se buldozerët të hynin në rezervatin e flamingove. Por leje nuk kishte, ndaj në këtë rast asgjë nuk është e ndershme. Korrupsion qeveritar, korrupsion korporatash, dhe e gjitha kjo nisi nga një vizitë e Ivanka Trump në një ishull 5 vite më parë, ku tha: "O sa bukur këtu, dua ta kem unë këtë ishull." Dhe tani për shkak të lakmisë dhe vanitetit të saj, ajo ka rrëzuar faktikisht një qeveri të huaj, e cila duke pasur parasysh këtë nivel korrupsioni, ndoshta e meriton të rrëzojë gjithsesi. Kështu që mbase Ivanka duhet parë si një heroin që ekspozoi një korrupsion qeveritar kaq masiv, sikur të bënte të njëjtën gjë edhe për qeverinë e babait të saj.